العلم تاج ونبراس لصاحبه يرقى به سلم الأمجاد والرتب وإن خلا المرء من علم ومعرفة فما يفيد جمال الوجه واللقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العليم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut xhella xhelaluhu, vetëm ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet I dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, mirë se ritakohemi në ligjëratën tonë javore, në shpjegimin e librit Respekti ndaj njerëzve të dijes dhe të Islamit, ku jemi në shpjegim e sipër të kapitullit të dytë me të cilën radhazi erdhën disa tema të cilët me të vërtetë janë shumë të nevojshme për ne, për vetveten tonë, ne si individ, si dhe për familjen tonë dhe për shoqërinë tonë, e ajo është edukata, mirësjellja, si dhe përfitimi I edukatës dhe nga të tjerët, kur na folëm dhe në dersin e kaluar për ata të cilët ishin burrat e mëdhej, dietarët të parët tonë të mirë e të devotshëm, të cilët I kushtuan rëndësi shumë edukatës, mirësjelljes, si dhe disiplinës e cila është një ndër moralet më të larta, për të cilën ato u munduan për të I zotëruar edhe u munduan që të I fusin në praktikën e tyre. Folëm shumë edhe për qëndrimi e tyre që ata I shtonin kujdesi shumë edukatës për të mësuar dhe I dhanë përparësi edukimit, moralit dhe karakterit të mirë dhe para marrjes së diturisë, duke marrur dituri. Tema në vijim e cila vijon është hirsuhum ala mulazimati shuyukhi wal muaddabin, për kushtimi I tyre për të qëndëruar dhe për të u shoqëruar me hoxhallarët, me dietarët dhe me edukatorët. O vëllezër, ata të cilët kërkonin dituri, atyre të cilët ju interesonte Islami dhe shpëtimi I vetvetes, ishin ata të cilët me të vërtetë se u mundonin që të përvetësojnë dituri dhe para saj të përvetësojnë edukat moral edhe karakter të mirë. Kërkuesit e diturisë më herët u mbështetnin në shoqërimin edhe prezantimin e tyre me hoxhallarët, me dietarët. Ato I kushtonin shumë rëndësi që ato të ulen dhe të shoqërohen e të I ndjekin hoxhallarët, dietarët, duke ullur në dy gujza para tyre e duke marrur dituri drejt për drejt prej tyre, nga goja e tyre, si dhe ku thamë dhe nga morali I tyre, për arsye se me të vërtetë se ai I cili ulet pran hoxhës, kur ulet në dy gujzat e tij për të marrur dituri, ai merr dhe moralin e cila përçohet nëpërmjet mësimit të atij hoxhës me dituri. Dhe kjo ishte ajo e cila ju intereson të këtyre brezave të pastër e të mëdhenj e të parë, të cilët u interesonin që të shoqërohen me hoxhallarët e të marrin gojarisht nga goja e hoxhallarëve dhe dietarëve.
ata u takonin me hoxhallarët, me dietarët dhe e merrnin diturinë nga goja e tyre. Sikur që na e përcollën pastaj brez pas brezi që na sot e dim edhe se si ta lexojmë Kur'anin e Allahut xhelle xhelaluhu dhe se si ta shqiptojmë ashtu sikur që duhet, ku do ta dishim na shqiptimin e Kur'anit edhe shkronjave të sakta nëse nuk do ta mirnim nëpërmjet gojave të hoxhallarëve dhe të dietarëve. Po nuk na e përcollën ata ashtu sipas që e mësuan dhe e morën në shoqërimin dhe ndjekjen e tyre në mexhliset e mësimit të hoxhallarëve, atëherë dhe na nuk do të dinim se si të vepronim me diturinë nëse vetëm do ta ndëgjonim apo do ta lexonim. Mu për atë për fat keq, për shembull në mesin ton, kjo është një cilësi e humbur për të cilën nuk i kushtojmë rëndësi prezencës së marrjes dituri nga hoxhallarët apo shoqërimi i dietarëve i hoxhallarëve. Për shkak se ndoshta mjetet e mëdha, angazhimi i madh shumë, edhe mendon se ndoshta merr dituri prej internetit apo prej leximit të librës vetëm, a kurse me të vërtet nuk mirret dituria nëse ti nuk je prezent në mesin e diturisë e të ulësh para një hoxhës, para një dietarit. Kur është pyetur o vëllezër Imam Maliku rahimullah, tha ayukhadhu al-ilmu amman laysa lahu talabun wala mujalisa, tha a merret dituria nga ai i cili as kërkon dituri, as që i ka interesuar ndonjëherë të kërkon dituri, e as që është shoqëruar me dietarët, as që ka ulur ndonjëherë para hoxhallarëve që të merr dituri. Tha Imam Ahmedi rahimullah, jo asesi. Nuk mund që të merr dituri dikush i cili nuk e kërkon diturinë. Për fat keq te na më shumë pikuj ikim pi diturisë. Bile ndoshta dhe nuk prezantojmë edhe në namazet me xhamat, ikse sot ku shkon sot më fal namazin me xhamat, ikse ders ka sot, ligjërat ka e di. Mos shko edhe namaz me xhamat se ka ligjërat ik. Që të ikish prej ligjëratës, ikosh prej dijes. A kurse dietarët e mëdhenj që na e sollën këtë dije, çka do të vepronim, si do të adhuronim Allahun xhelle xhelaluhu nëse nuk dim o vëllezër. Mubarak Imam Maliku rahimullah, pastaj i than, ayukhadhu mimman huwa sahihun thiqatun ghayra annahu la yahfaz wala yafham ma yatahaddath apo ma yuhaddith. Tha a merret dituria nga një njeri i cili ai nuk mund të mban përmendësh dhe nuk din hifz, nuk ka hifz të mirë, nuk mund të mban përmendësh dhe nuk din edhe çka fol pastaj. Tha nuk si mund të merret dituria nga ai i cili mas pari hifz nuk ka. Si mund të shpjegon dituri dikush i cili mas pari hifz të Kur'anit nuk ka. Nuk ka hifz të haditheve, nuk ka hifz të diturisë të shkencës juridike të islamit, e të shkencës së hadithit, e të lëmisë hadithit, e kështu me radhë shumë lëmijave të tjera që duhet një hoxh të i përvetëson ato për të dalë e për të folur pastaj e për të shpjeguar dituritë të njerëzit. Më për atë Imam Maliku rahimullah tha yuktabul ilmu illa mimmen yahfaz. Shkruhet dituri vetëm se nga ai i cili din të mban mirë përmendsh, ai i cili ka hifz, ai i cili mëson përmendësh dhe memorizon mirë. Wa yakunu qad talab wa jalasa an-nas wa arafa wa amila wa yakunu ma'ahu war. Tha shkruhet dituria nga ai hoxh, nga ai njeri i cili ka hifz të mirë, ai i cili e ka memorizimin e fortë të bukur dhe të mirë, edhe pastaj ka kërkuar dituri, është ulur te dietarët e hoxhallarët dhe ka mësuar, ka marrë nga njohuria e atij dietari, atij hoxhe, që shihet në veprat e tij se ai ka dituri dhe ka njohuri, edhe duke u shoqëruar së bashku me ta edhe devocionin edhe devotshmërinë. Për arsye se nuk merret të vëllezër dituria përveç se me disa kushte të cilët në një poezi për një dietar i cili e ka pas emrin El-Juwayni, është quajtur Imamul Haramain, i cili i renditi disa kushte të cilët njeriu nëse i plotson ato kushte për të marrur dituri, që të din për shkak se njeriu është i detyruar që ai të mëson për fenë e tij se si ta adhuron Allahun xhelle xhelaluhu. Atëherë i radhiti disa kushte duke thonë në këto dy rreshta të poezisë: "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'unabbi'uka an tafsiliha bi bayan." O vëllai im, nuk e arrin diturin përveç nëse ti i përvetëson këto 6 cilësi,
e ato do t'i tregoj tash duke t'i sqaruar ato mirë dhe i radhiti duke thonë dhe kain wa hirsin wa iftikarin wa gurbetin wa telqini ustadhin wa tuli zaman. Ajo është që të jesh i zgjuar, pra zgjuesia, për kujdesia, si dhe nevoja e tepërt, modestia për ta kërkuar ata, e mos të jesh nga mendemdhënti i cili thua se s'ka nevojë në të marrë dituri, pse të prezantoj për shembull nders. E kjo tha e bashkon gjithashtu dhe gurbën, ai i cili ka përvetësuar dituri, që gëzon dituri, ai me të vërtet se e ka dhe kit gurbetin, udhtimi i largët për të kërkuar dituri. Këto burrat e mëdhenj kanë udhtuar larg shumë, edhe kanë qëndruar në përvende të largta dhe larg familjes shumë për të arritur dituri. E na për fat keq kemi qef të dim, po pa mësuar fare, pa i kushtuar diturisë rëndësi, pa munguar as ka familja, as nga shoqëria. E këto dietarë dhe të gjithë ndoshta hoxhallarët, një shumicë e hoxhallarëve, spaku ndoshta një, të themi ndoshta një epokë apo një kohë të gjatë, 10 vite të tyre, secili prej tyre kanë munguar nga shoqëria, nga familja e tyre për të përvetësuar dituri, për të marrur dituri. E mu për atë vëllezër, tha dituria merret, pra me kusht që ti ta kërkojsh ato me të vërtet shumë edhe ta lypish ato shumë, edhe nuk merret vetëm ti të kërkojsh dituri pa e marrë nga goja e mësuesve që të cilët ta mësojnë diturin. Nëse nuk merr nga goja ai që ta mëson, ai i cili ka përvojë, edhe ai i cili mundohet që të sakrifikon kohë të gjatë për të marrur dituri. Ti nëse e merr edhe shkronjat e alfabetit shqip që të i mësësh, e don ajo një kohë. Don investim kohë. Nëse don të mësësh shkronjat e Kuranit, don investim kohë. Nëse don të mësoj shpërmendsh ndonjë sure, don kohë, e secila don kohë, e të përvetësosh dituri të madhe me të vërtet se ajo don kohë shumë. Tha wa telqini ustadhin wa tuli zaman. Tha ajo është që ti të marrësh nga goja e mësuesve dhe kohë të gjatë e cila kërkon për të mësuar. Por patjetër se përderisa nuk shoqërohesh, edhe nuk rrin afër një juristit i cili është me të vërtet jurist faqih që Allahu xhela xhelaluhu e ka graduar me dituri dhe e ka pajisur me dituri, është shumë problem që ti të marrësh ato të cilën të duhet. Për atë është thonë, haythu ma kunta fakun qaribun min al faqih, apo fakun qurba faqih. Tha është thonë, kudo që t'jesh, mundohu që t'jesh afër një juristit, apo të jesh afër ndonjë hoxhës, ndonjë dietarit, ndonjë faqihut i cili ka dituri. Pse? Për arsye se ai ta shkurton jetën, o vëllezër. Një njeri i cili din, ai i cili spaku ka nuhatur dituri, apo i ka lexuar librat të cilët dietarët e mëdhenj kanë shkruar në to, ai kur të shef në gabimin tënd, ai të përmirëson. Dhe ndodh që ti vetëm me shoqërimin e tij të marrësh shumë dobi, vetëm se shoqërohesh me një hoxh, me një njeri i cili din. Ai të përmirëson dhe gabimet e tua në ibadet kur i bën, të përmirëson edhe në sjelljen tënde kur ti qëndron në shoqërimin me të tjerët. Kush ta mëson fen e Allahu xhela xhelaluhu, nëse nuk ta mëson ai i cili din dhe ka mësuar? Për atë tregohet një ngjarje me të cilën e tregon si dobi Abdullah ibn Abi Musa Tustari, rahimullah, i cili tha se pa ta shkuar në Beirut, dhe aty ishte hoxha i njohur i madh, dietari i madh El-Auzaiu. Është faqih i madh shumë, dietari i madh shumë. Tha kur shkova aty më pyeti për hallin tim se si është gjendja ime, ky tregoi se ishte i konvertuar në Islam pasi që kishte qenë mexhusi, kishte qenë zjarputist. Dhe më pyeti për hallin tim dhe tha, a kije baba? Tha, po, kam lënë në Irak atje. E tha, çka mendon që ti të kthehesh te baba yt atje, e të i bësh davet, e ta thirrish në Islam, ndoshta don Allahu xhela xhelaluhu udhëzohet dhe ai në Islam? Tha, o imam, po më këshillon, po më jep, tha, kit rekomandim tëndin që unë të kthehem atje të bëj davet babën time, ta thirri në Islam? Tha, e mora këshillën e hoxhës dhe shkova te shtëpia. Kur shkova, baba im ishte i sëmur në shtratin e vdekjes. E më pyeti, tha, o bir, si qëndron çështja yte? I tregova se jam udhëzuar në Islam dhe kam pranuar Islamin.
E pastaj tha më pyeti rreth Islamit se si është gjendja yte, si e pranove këtë Islam, duke i treguar tha për gjendjen time dhe se si e pranova Islamin. Atëherë tha më thot baba im dhe unë dëshmoj shahadetin dhe unë jam musliman. Tha deshti Allahu pastaj tha në këtë smundje të vdes e varrosim tha babën tim dhe ai i udhëzuar dhe i konvertuar në Islam dhe kur shkova tha pastaj te hoxha te Imam al-Auza'i rahimullah tha ja tregova këtë ngjarje. Kjo është ajo dobia vëllezër e madhe e cila me të vërtetë se njeriu e arrin me shoqërimin e hoxhës kur ai të shoqërohet. Nëse shoqërohet me një njeri i cili ka dituri, ai të mëson edhe ti abdes kur të marrësh nëse gabon, ta tërheq vërejtjen, mos e nuk është kështu me sunnet. Edhe nëse falesh, nëse bën gabim, mos e nuk bën ashtu. Edhe nëse radhitesh në saf, mos e nuk është kështu prej sunnetit. Edhe dhikrin kur ta bën, edhe kur të hanë, kur të pin, edhe kur të ec, pra e gjitha është se ai ty të drejton dhe jetën ta shkurton derisa ti të arrish e të mësojsh e të lexosh dikush i cili ka lexuar dhe ka mësuar shumë direkt ty ta përcjell diturinë dhe ti vetëm mëson dhe ec te para. Pra tha tabiiu i ndershëm Ibrahim an-Nakhi rahimullah, tha ishim na të cilët shkonim te Mesruku. Mesruk ibn al-Ajda ishte një tabiin i madh për të cilën e shoqëronin në vëllezër Ibrahim an-Nakhi rahimullah tabii shkon që të mëson nders para mendoj të shkon te Mesruku, tha mësonim nga udhëzimi i tij, edukata e tij dhe sjellja e tij. Vetëm kur e shinim se është vetëm shoqërimi me ta, tha mësonim edhe nga mirësjellja e tij. Dhe e mbështeti fjalën e Abu Dardas radiallahu anhu, i cili tha min fiqhi ar-rajuli ma mashahu wa madkhalahu wa makhrajahu ma ahli al-ilm. Tha nga fiqhu i një njeriu, nga mençuria dhe dituria që e ka dhënë Allahu xhela xhelaluhu, nga shkahtësia e tij është që të jetë dalja e tij, ecja e tij, hyrja e tij, e gjitha të jetë me njerëz të cilët kanë dituri, me ata të cilët janë njerëz të dijes. Imam Maliku vëllezër na tregon se Nuaim al-Mujmir ishte një tabii i cili e pat shoqëruar Abu Hurairën radiallahu anhu, tha gati 20 vite. Para mendo ta shoqërosh një hoxh me kohë të gjatë. Ai të jep edukatën. Ai të edukon se si ta adhurosh Allahun xhel xhelalu, si të sillesh me vetveten, si të sillesh dhe me të tjerët. Nëse ti shoqërohesh me një njerëz i cili ka devocion. Tha e shoqëron Ebu Hurajra radiallahu anhu sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha gati 20 vite. Dhe kështu ishin kjo, të themi kjo epoka e cila ishte epoka e artë, ku jetonin këto burra të mëdhenj tabiinët shoqëruesit e sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe ata shoqëruesit pas tyre, pra shoqëruesit e tabiinëve, etba'u tabiin. Këto ishin këto tre shejkujt e artë të cilët i livdroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i kushtonin rëndësi shumë shoqërimit të hoxhallarëve, të dietarëve dhe ata të cilët i ka pajisur Allahu xhela xhelaluhu me dituri. Derisa tabiiu i ndershëm Thabit al-Bunani, e keni ndëgjuar, tha e ka shoqëruar Enes ibn Malik radiallahu anhu, sahabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha 40 vite, 40 vite shoqërim Enes ibn Malik radiallahu anhu. E pastaj përmendet ky burr, pse? Se ka shoqëruar një burr të madh që vazhdimisht ka marrë nga ai dituri. Gjithashtu, Imam Maliku rahimullah na tregon se burrat të cilët ishin më herët, i livdron se ata ishin ata burrat të cilët tha e shoqëronin një dietar, një hoxh me vite të tëra shumë. Derisa thuhet për Hamid ibn Yahya al-Balakhi, i cili tha e pat harxhuar vitet e tij në shoqërimin e Sufjan ibn Uyeynes rahimahullah. Këto ishin vëllezër dietarët e mëdhenj të cilët e kërkonin diturinë. Ato të cilët e kërkonin diturinë e gjenin diturinë, kurse me të vërtetë te na mungon kërkesa e diturisë. Jashtë asaj që nuk dim, plus asaj nuk dëshirojmë që të dim, e as që dëshirojmë që të mësojmë, as që dëshirojmë që të investojmë kohë për të mësuar, por kur del në fund, në mezhlise, në tobi, me ndash në xhami, ndash ku të gjenë në rrugë, se cili mundohet t'jep fetfa e t'jep dituri. Shumë kemi dëshirë që na të dim e të japim mësim të tjerëve pa investuar kohë as pak për të mësuar edhe për dituri. Kemi qef që t'ju tregojmë të tjerëve se dim, dhe kështu bëhet dhe të dalim para njerëzve dhe t'ju tregojmë se na dim, në fakt ti vetëm e ke prish punën tonë. Edhe nëse
nga ata të cilët kërkon dhe merr dituri dhe ke mësuar pak dituri, ajo që ti mëson, ajo që ti ke investuar kohë për të mësuar, ke prezentuar në ligjërat, ke ndëgjuar hadith, ke ndëgjuar ajet, ke ndëgjuar këshilla, ajo duhet të reflekton dhe në veprat e tua në praktikën tënde. Për shkak se dietarët të vëllezër ishin këto burra të cilët pasi që ata i kushtonin rëndësi marrjes së diturisë, shoqërimit të xhallarëve merrnin edukat nga këto edukues të mëdhenj. Para se të marrin dituri, kur merrnin dituri, e shtinin në veprim. Nëse unë nuk e kam ditur një gjë, me njëherë ato e futshin në praktikën e tyre. Por këto ishin dietarët të mëdhenj për të cilët doli fryti i madh i kësaj rruge të madhe të diturisë edhe veprës së tyre. Për shkak se një dietar, një hoxh, i cili ka dituri dhe ka nxënë dituri, edhe i thua mashallah se pas ka dituri, po nuk pat praktik dhe veprim, ai nuk llogaritet hoxh dhe nuk llogaritet dietar. Sikur që tha një barat arab, wa idha al-fata qad nala ilman thumma lam ya'mal bihi fa ka'annahu lam ya'lam. Nëse një njeri mundohet të përvetëson dituri dhe mëson, e pasi që ai të mëson aq shumë dituri e nuk vepron asgjë me dituri, tha ai është njëjtë sikur nuk ka mësuar dituri. Një njeri i cili mundohet të merr dituri e pastaj nuk intereson se a ka dituri, a bën, a nuk bën, a është halal, a është haram, apo nuk shfaqet në mësimin me të cilin e ka mësuar diçka nga i morali, nga edukata e diturisë, nga friga respekti ndaj Allahut xhel xhelaluhu, mirësjellje dhe karakteri, po nuk u shfaq në prezencën dhe në fizikon tonë, atëherë çka nëse ti ke marrur dituri. Pra të shpytur Imam Ahmedi rahimullahu vëllezër për një njeri i cili tha shkruan hadithe shumë, tha si është gjendja e tij, u përgjigj Imam Ahmedi rahimullahu duke thonë kështu: "Yanbaghi an yukthir al-amala bihi ala qadri ziyadatihi fi talab." Tha i cili shkruan shumë ka qef të merr dituri, tha ati duhet gjithashtu dhe të shton dhe vepër për atë të cilën ka marrë dituri. Aq si pas ati pjestimit të marrjes së haditheve të cilët i ka marrë, a diturin të cilën i ka marrë, a i duhet që të pjestojnë vepra të mira, që a i të vepron me to. Për arsye tha se kërkimi i dituris, rruga e dituris, tha Imam Ahmedi rahimullah, tha është sikur rrugët e pasurisë. Por derisa ti ke marrë pasuria, që sa shumë ki e pasuri, aq ma shumë dhe pjesëtimi i zeqatit duhet më udhëruar. Tha dhe dituria kërkon zeqat që ti ta futish ato në veprim. Për ato vëllezër, nona e Sufjan e Thaurit rahimullah, i thonë të ati o biri im duke i këshilluar kështu: kur të marrësh dhe të shënojsh dituri, nëse i ke shkruar 10 harfe, 10 shkronja, shikoje, tha, vetveten tënde se çka kanë shtuar në vetveten tënde këto harfe, këto shkronja të cilët i mësove. Nëse të kanë shtuar ty frikë ndaj Allahu xhel xhelaluhu dhe të kesh madhërim ndaj Allahu xhel xhelaluhu, të kanë shtuar urtësi, atëherë vazhdo se këto të bëjnë dobi. Po nuk gjete ti qëndron në ders, qëndron në ligjërat, mëson e ndëgjon, por sa prej neve marrmi nga ajo ligjërat, apo marrmi nga i mësim, apo nga ato hadith, apo nga ato ajete, sa na rrisin neve devotshmëri, sa na rrisin neve edukat, sa na rrisin neve frikë respekt ndaj Allahut xhel xhelaluhu, edhe të jemi të sjellshëm si në shtëpi, po ashtu edhe në shoqëri. Mu para të vëllezër, Hasan al-Basri rahimullah tha ishin ata të cilët burrat e kërkonin hadithin e pejgamberit për ta shkruar atëherë në kohën e cila ishte koha e artë, që kërkonin për të ushënuar ato dhe për të mësuar. Tha nuk qëndronte një njeri i cili mirte dhe shënonte hadith, përveç se nëse e shënonte një hadith, vërejej, tha, efekti ati hadithi te friga e tij, te devotshmëria e tij, te gjuha e tij, edhe të shiqimi i tij, edhe të mirësjellja e tij, e gjitha. Një hadith, nëse e ka shënuar, me të vërtetë se është vërejtur ajo çështje edhe në praktikën e tij. Për atë vëllezër, dietarët ishin ata burrat të cilët i shtonin shumë rëndësi që ato të cilën e merrnin që ta fusin në praktikë. Si dhe nuk e lenin këto burra të mëdhenj, që shoqëruesit të cilët e shoqëronin këto dietarë të mëdhenj, edhe ato nxënësit e tyre pa i edukuar me
ndonjë vërejtje nëse kishte me vërejtjet më edukative edhe më të sinqerta, me këshillat më të mrekullueshme që ja udhërojshin nxënësve të tij në prezencën kur ato ishin në shoqëri. Nëse e shoqëron një hoxh, një dietar, padyshim se do të ketë vërejtje nga ai për ndonjë gabim ose për ndonjë padituri për të cilën e bën, por aq mirë e përcjellnin vërejtjet edukative të sinqerta që i dhuronin, që ato ngelnin në zemrat e tyre dhe pastaj u shfaqshin në situatat e tyre. Ismail ibn Yahya na tregon tha se njëherë më pas Sufjan al-Thauri rahimullah, kur ishim tha te shtëpia Qabja, tha pranë Qabës, tha une tha bëjsha shaka me një njeri nga Beni Shejbe. Dhe pasi bëjsha shaka me to, tha dhe u busqesha. Tha u drejtua dhe u kthye Sufjan al-Thauri rahimullah, tha nga unë dhe më tha, te bëtesim fi hadha al-makan, apo tha te bëtesim fi hadha al-wada, tha po busqesh në këtë venda, në këtë gjendje këtu po busqesh, tha pasha Allahun kemi pa burra të cilët tha një hadith e mësonin, tha nëse e mësonin një hadith, tha u shihte shenjat e ati hadithi te fiziku i ti në fytyrën e ti, tha nuk largonin 3 ditë. Para mendohet, një hadith tha nëse e mësonte, në fytyrën e ti shenjat e ati hadithi tha ngelnin 3 ditë nga devotshmëria dhe nga sjellja me të cilën e mirte të hadithi. Gjithashtu vëllezër, Qasim ibn Ismail ibn Ali tha shkuam te dera e Bishr ibn al-Harithit. Tha kur dol Bishr ibn Harith, tha na tha, çka kërkoni? Tha i tham të na i transmetosh hadithe, dëshirojmë që të marrmi hadithe nga ti. Tha na pyeti dhe na tha, a do t'ja ipni zeqatin e haditheve? Tha na u mahnitu, u habitëm dhe i tham ja Abu Nasr, tha dhe hadithet kanë zeqat që të i marrmi? Tha gjithsesi që kanë zeqat hadithet. Nëse merr dituri, nëse ndëgjon hadithe, nëse merr ligjerat, padyshim se në to ka zeqat, e ke mësuar një hadith, tha në çdo hadith ka diçka që nëse ka për të urdhëron për vepër, të urdhënon për namaz, të urdhënon për tesbih, të urdhënon për të bësh dhikr, la ilaha illallah, çdo sen ose të ndalon nga diçka, aty tha është zeqati i asaj. Mundohuni që të futni ato në praktik. Mundohuni që të futni gjithë ato veprat në praktik. Për atë vëllezër, dietarët thanë se njeriu duhet që nëse e dëgjon një hadith së paku, një herë në jetë që ai ta vepron ato, e ta merr shpërblimin e veprimit të hadithi. Ishte Ahmed bin Hanbeli rahimullah një njeri i tillë i cili nëse ai e transmetonte një hadith, ai vetë tha që nuk kam vendosur në musnedin e vet hadith, vetëm se për çdo hadith nëse ka pas urdhër apo veprim e kam vepruar atë hadith. Derisa një herë tregohet se Ahmed bin Hanbeli kur e thirr atë hijamexhiun që t'i bën hijame, i tregon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe tha prit. Kur i tregon hadithin, tha nuk e kam vepruar unë këtë hadith. E thirr hijamexhiun t'ja bën hijamen dhe pastaj domethënë e shënon hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse në hadithin ka domethënë fjalë për këto, mirë po është qëllimi që me të vërtetë se kanë qenë burra me të cilët kanë vepruar dhe kanë marrur dituri. E ndëgjoni për një burr të madh, një tabi'i i madh i cili ishte Amr ibn Qais al-Mullai, i cili na dha këtë këshill o vëllezër që ishte njeriu me të vërtetë që vepronte shumë dhe punonte shumë. Dhe ai e llogaritte vetveten e tij shumë, shoqëruesit me to, Sufjan al-Thauri rahimullah shoqërohej shumë me to. Ky na dha një këshill dhe tha idha balagha shay'un min al-khair. Nëse të arrin diçka nga mirësia, ke ndëgjuar një fjalë të mirë, e ke ndëgjuar një dituri, një hadith, një ajet, një këshill nga ndonjë hoxhës, ndëgjoje vëlla një herë. Shiko çka të thotaj, por çka të thirr. Shkojmë në haram apo thirr hajde në namaz. Eja merr dituri, e mëson dituri, por çka të thirr. Shikoj edhe nëse merr ndonjë hajër, ndonjë mirësi, nëse është e hajrit dhe e mira, veproje, nëse ka mundsi bërëm një herë në jetë e të llogaritesh nga ato familjarët e asaj mirësie apo asaj të hajri. Pra Sufjan al-Thauri rahimullah tha për këtë njeri subhanallah, për Amr ibn Qais al-Mullain,
Nuk është këtu në libër, por Imam Dhahabiju e ceku dhe tha se e ka shoqëruar Sufjan Thauri rahimullah këtë burr të madh, tha e kërkon një ato në treg, nëse nuk e gjenje në treg në shtëpi, që të merr dituri nga ky burr dhe të merr edukat nga ky edukues i madh me këtë dituri të madh dhe me këtë devotshmëri të madhe të cilën e ka pas, tha nëse nuk e gjeja në treg, tha e gjeja në shtëpi. Tha shkoja dhe e lyp jam këtë dietar në shtëpi, nëse nuk e gjeja në shtëpi, tha e gjeja në xhami duke qajt. Para mendova. Amr ibn Qais al-Mullai, subhanallah, tha e gjej çante për kam për vetveten e vet. Burr dietar i madh. Prej tabeinëve kush e shoqëron? Sufjan Thauri rahimullah. Tha nëse nuk e gjeja në shtëpi, tha e gjeja në xhami duke qajt për vetveten e vet. Tha nëse nuk e gjeja në xhami, kjo edhe ende edhe më vështirë, tha e gjeja te vorrët, tha duke e vajtuar vdekjen e vet. Subhanallah. Nëse dalim për qëti dersi vetëm me që këtë këshillë, vëllezër, na mjafton. Kush prej neve ndalet një ditë të vorrët, e ta qanë vdekjen e vetë, se si do të shkon një ditë dhe do të varrosit. Por fat keq, na edhe kur e varrosim dikan të vorrët, nuk marrë mi këshillë, thua ti se ndarë se me kimi qu. Hiq s'na intereson. Kush se cili fol për kitë për atë, ku ka shku, si ka shku, s'na intereson. Bile ndoshta dhe fol edhe për atë që ka vdek. E kjo është, dhe me thonë, ku është edukata e diturisë, e marrjes e diturisë, e të folerit vazhdimisht, a thua se nuk dim, a thua se nuk kemi ndëgju, por ky burr tha, Sufjan Thauri më nëse nuk e gjeja Amr ibn Qais al-Mullai në shtëpi, tha e gjeja te vorrët atje duke qajtur vetveten e tij. Allahu na bof që na të përvetsojmë si cilësi o vëllezër, po foli si hoxh, edhe si me thon si xhamat dhe si gjithë, që na ta përvetsojmë këtë cilësi, spaku të shtim në përdorim, duke filluar nga vetvetja ime dhe na gjithë, që të mundohemi të edukojmë vetveten tonë se si ti kemi frikë Allahun. Tha nëse e gjenjam këtë njeri, nuk e gjeja, tha Sufjan Thauri verse në shtëpi, o falte namaz, o bonte Kur'an. Pse ky njeri ti frikët kaq shumë ahiretit, por na thua nuk kemi nevojë. Edhe i dinin sendet, edhe mundohej që të i vepron qante për vetveten e tij, a kurse na thua ti se e kemi siguruar xhenetin. Allahu na i falt mëkatet e na drejtoft nga rruga e xhairit. Dhe nuk ngel edhe pak fjalë me të cilën e mbyll këtë klasë të këtij kapitulli, klasën e parë, hoxha me të cilën flet këtu vëllezër. Gjithashtu na tregon Ebu Amr ibn Hamdan, i cili tha se e kam dëgjuar babën tim. Tha isha në mexhlisin e Abu Abdullah al-Marwaziut. Dëgjoni subhanallahu sa interesant, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi është ky dietar i madh i cili patjetër pra në kohën e tabiinëve, i pa shoqëruar pra tabiinët normal, tha kur e fali namazin e drekës, tha ishte në mexhlis, pra me këtë burr, me hoxhën al-Marwaziun, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, tha kur thirrë namazin e drekës, ky shoqërohej me të. Tha në xhami, tha pas namazit e drekës, tha kur e thirrë ezanin, tha unë dola jashtë. E tha mu drejtua dhe më tha, ja Aba Ja'far, ila ejna, ku po shkon? Tha po dal që të marr abdes. Tha subhanallah, pata mendim tjetër për ty. Para mendoa shoqërimi me hoxhën edhe me dietarin nëse ti qëndron, tha pata mendim tjetër për ty. Tha mendova diçka shumë më mirë për ty. Tha si mundet be të vjen të futet koha e namazit muslimonit dhe atë ta gjen pa abdes. Mendova shumë mirë, shumë ende më mirë për ty, tha mendova diçka për ty, tha po, ma prishe tash kur e posh. Që të vjen të zën kohë e namazit një musliman, tha ai, i pa pregaditur me abdes. Para me në vëllezër. Gjithashtu, kështu ishin dietarët të cilët ishin të edukuar, subhanallah, dhe kjo fjala e fundit në këtë kapitull është Asim ibn Isam al-Bayhaqi, i cili thirrej Ebu Isme. Dëgjoni subhanallah se çka na tregon se si ishte mirësjellja dhe edukata. Ta shoqërojsh dikondin i cili ka dituri. Tha kam qëndruar një natë te Ahmed ibn Hanbali, rahimahullah. Shkoj te Ahmed ibn Hanbali për të marrë dituri për të transmetuar hadithe të vëllezër. Dhe tha kur qëndrova atë natë me ta, para mendoi Ahmed ibn Hanbali, tha mos sjelli ujë. Natën pra kur kanë rënë gjumë, tha mos sjelli një enë me ujë.
Dhe kur u gdhitëm në mëngjes, tha o vëllezër, erdhi Ahmed ibn Hanbeli, tha dhe direkt shikonte ujit që më kishte lënë, kur e pa ujin të paprekur, tha me habi subhanallah. Tha, rajulun yatlubul ilme, la yakunu lahu wirdun min al-layl. Para menoa ka shku të marrë dituri, vjen të marrë dituri, vjen të kërkosh dituri. Tha një njeri i cili vjen të marrë dituri, mos të ketë orar të përditshëm ose një orar të zakon që e ka bërë orar vetë ti për të falur namaznate, ki mosim i mbeti këti burri. Subhanallah, i mbeti në kokë që i tha, vjen të kërkosh dituri, tha subhanallah një njeri të kërkon dituri, e mos të ketë orar që a i të falet në namaznatës. Kjo është me të vërtetë, subhanallah, është diçka kështu e dhimbshme për në gjithë, dituri po, hadithe po, libra po, e fik po, e të gjitha i kemi e derse ligjërat e mësim, por o vëllezër nuk kemi veprim. Duke filluar nga vetja, mas shumë ti që na mungon namazi i natës. Nëse na mungon namazi i natës, a thua pastaj si do t'i mirëmbajmë namazet e ditës. Mu përat na ikin namazet e ditës, na ikin sunnetet dhe na ikin shumë tjera. Këto janë ato mësimet me të cilët na arrin. Kjo është klasa e parë me të cilën e përmbyllim me këto interesi mbi edukatën, mirësjelljen dhe karakterin e mirë të cilët i dhanë për kushtim të madh si në shoqërim, si në marrje të diturisë, si dhe në veprim dietarët. Hoxha i ceku disa këtu pra si dobije të shkurta vetëm i ceku emrat, se nuk ka domethënë shumë nevojë për shkak se na kaluam gjithë atyre, por në fund të çdo klase hoxha i cek cila merret dobije, domethënë si pika kryesore, ato dobije të cilat kemi folur rreth kësaj klase, pastaj do të fillon klasa e dytë të kapitullit të dytë, me të cilën ka të bëje me atë më të nevojshmen dhe e cila është më shembullore dhe me të cilën na marr mirë ne, ajo është edukata e pejgamberëve të gjithë sallallahu alaihi wasallam dhe mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë se ajo çka do të vjen do të jetë mësim shumë i madh për ne dhe për të gjithë, se çfarë edukate patën pejgamberët në mesveti. I cek hoxha disa pastaj si ke çështja e Musës alayhis salam me Khidrin, si ke edukata e Isës alayhis salam, e si ke domethënë edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Allahun. Me të vërtetë se janë mësime o vëllezër që neve na duhen si musliman e të mbushim zemrat tona me edukat, me karakter dhe me sjellje të mirë. Kjo neve na duhet shumë, se na mungon shumë, kanë shkruar dietarët shumë për ta. Por atë duhet që të marrim dituri dhe të veprojmë, se nëse dojmë Allahun të adhurojmë, si do të adhurosh Allahun xhallahu kur nuk din, kur nuk ke dituri? Si do të jesh i mirësjellur, si do të kesh moral me tjetrin, me shokun tënd, përderisa na nuk dim se si të sjellmi, as se din edhe vlerën se sa merr, domethënë është problemi kështu me radhë. Dobia e parë me të cilën e ceku hoxha këtu tha, njeriu është ai i cili duhet me të vërtetë i kushton e morëm pra prej dersave këtë mësim, tha që të i kushton shumë rëndësi edukatës dhe sjelljes së mirë aq tepër për të marrë një disiplinë, një karakter të madh të bukur të tij, tha edhe para diturisë. E pastaj kur ta përvetson këto, të merr tha dituri para se të niset për të adhuruar. Pika e dytë tha, për të adhuruar Allahun duhet me pas dituri. Se ai i cili mendon që të adhuron Allahun xhallahu pa dituri, ku e ceku në fillim se i kanë ndjekur që të marrin dituri nga dietarët, se po nuk patë dituri ti edhe nëse adhuron Allahun xhallahu do të gabon. E prish dhe adhurimin tënd. Derisa thënë një poetarapin në ledhine biduni ilmin ya'budu la yuhsinu al-amala lakin yufsidu. Mendon ai i cili e adhuron Allahun xhallahu pa dituri, tha se bën mirë, po ai i cili e adhuron Allahun pa dituri, tha ai bën keq më shumë se sa bën dobi. E prish dhe adhurimin e vet. Nëse nuk i di as si të falet, a me pyet nuk pyet, as me mësu nuk mëson, as me interesu nuk intereson. Nuk do mi na me ndëgju. Ik pi mësimit, ik pi ligjëratës, ik prej atëherë si dëshiron që të adhurosh Allahun xhallahu. Ashtu si kur e kam gjetën, çka ke gjetë vëllai mi? Cilën e ke gjetë? Si adhuron Allahun xhallahu? Me të vërtetë se është çështje për ta qajtur hallin ton, që neve nuk na intereson që të marrim dituri, ikim prej këshillës. E pastaj dëshirojmë që mos të ketë hoxhallar, mos të ketë dietar, e nëse nuk ka dietar dhe hoxhallar, kush del fol ai që s'din. Kur të fol ai që s'din,
Ka qef pa mësuar, pa u lodhur, pa investuar, direkt din, ti nuk e di se kështu duhet, e pastaj ngajmë që t'ju japim njerëzve dituri e të i mësojmë e t'ju të regojmë fej, a në fakt nuk din. As nuk e di ti vetë se sa s'din. E për atë futesh dhe e prish dhe adhurimin tanë dhe bën dhe me thonë shkatërim e bën shërë shumë ma shumë se sa dhe me thonë që asaj që mendon se ban mirë. Po ajo që na duhet neve që na të i përvelmi krahët tonë e të mundohemi që të përqendrohemi në marrjen e diturisë e pas asaj të adhurojmë Allahun xhelle xhelaluhu, për shkak se Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an o vëllezër mas pari na ka porositur duke thonë para se ta njohësh Allahun, para se ta adhurosh Allahun, para se ta dëshmosh se ai është i vetmi që meriton të adhurohet, Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an tha fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Në tesbija ke pa shumë herë përsërisim këtë ajet. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, bëjmë kanimi herë la ilaha illa Allah, po nuk dim se çka thot kjo ajet. Allahu thot dije mas pari se Allahu është ai i cili i vetmi meriton të adhurohet. Nuk i takon adhurimi kërkujt përpas Allahut xhelle xhelal. Dije një herë, mëso, për ta ditur se kush është ai Zot që i vetmi meriton të adhurohet. Po nuk e dite si do t'i kushtesh adhurim. Vetëm me gjuhë e shpreh, as zemrën kërkon, as ibadetin kërkon, pastaj nuk ndikon, e shef ligjërata shumë, dije shumë, vepër kërkon. E dim na boll, ndroj këtem, ndroj atem. Na fol diçka që nuk kemi ndëgjuar, a pak mo kemi ndëgjuar? Ne kemi nevojë për të përmirësuar, për të bërë ibadet e për të bërë adhurim. Sa ligjërata kemi nevojë për të prezantuar në namazin me xhamat kur e shef përsëri mungesa e madhe në namazin me xhamat në çdo xhami. Pse? A thua nuk e dim? As kanë folur hoxhallanët? As na kanë urdhënuar dhe nuk na kanë këshilluar që ruaju prej këtij harami, mundohu që të fitosh, mundohu të prezantosh përsëri domethënë mungesë e madhe. Duhet na ta marrmi me shqisat e shpirtit edhe të veprimit që na nëse edhe mësojmë, edhe veprojmë, shpresojmë që inshallah të Allahu xhelle xhelaluhu që të arrijmë sukses si në vetveten tonë, në familjen tonë, shoqërinë tonë, e Allahu xhelle xhelaluhu të na bën prej atyre të cilët mundohen që të adhurojnë Allahun, e të mësojnë fejnë Allahu xhelle xhelaluhu dhe të edukohen me edukimin të cilën e ka porositur Allahu xhelle xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ato të cilën na e përcjollën këto burrat të cilët ishin burrat më të mëdhenj të devotshëm, të cilët i pajisi Allahu xhelle xhelaluhu me doturi, lutë Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu të ju shpërblen me të mira për të cilën ndajtët kohë edhe të prezantoni në ligjërate në mësim, inshallah me lenin Allahu xhelle xhelaluhu takohemi në dersin e ardhshëm me tema apo ajo klasa e dytë e cila vjen, pra në këtë kapitull është min adabi anbiya'i alayhimus salam, nga edukata e pejgamberëve të Allahu xhelle xhelaluhu, me të vërtetë se do të jetë një ders pak shumë më i lezetshëm në atë kuptimin e mësimit se çfarë mësimi i dha Allahu xhelle xhelaluhu Musës alayhi salam kur ai shkoi dhe u takua me dikan. Çfarë sjellje bëri dhe si ishin ato sjelljet me të dhe çfarë dobija do të ngelte, çka mormi na mësim nga ajo. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu të na mundëson këto gjëra që na të mundohemi e të mësojmë e të edukohemi. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft. Na bëni Allah nëse kemi zgata, më duket se kemi zgata. Pak po. Allahu ju shpërbleft. Alhamdulillahi Rabbil alamin.